Temperaturat e ulta të ditëve të fundit kanë vështirësuar mësimin për 500 nxënësit e gjimnazit Pjetër Budi në Burrel. Siç duket dhe nga pamjet, nxënësit dhe mësuesit orën e mësimit të zhvillojnë të veshur me kapuç, doreza dhe shall. Ndonse shkolla ka sistem ngrohje me kaldaj, ambienti ngrohet me vështirësi për shkak të amortizimit të rrjetit. Megjithatë e ndjeni që Pjetër Budi ngrohet me kaldaj, janë në dieni që kaldaja që është vendosur në këtë shkollë nuk ka përballuar as i vit ngrohjen normale në shkollë. Kjo është e vërteta, kushte normale për mësim nuk kemi patur. Megjithëse ne akoma nuk kemi kufizuar, nuk kemi cënuar mësimin. Drejtori i gjimnazit apelon që të shtohet sasia naftës që përdoret për sistemin e ngrohjes, që të gjitha orët të zhvillohen brenda normalitetit. Qoftë edhe 10 litra naftë dhe tepër të konsumojmë, do t'i vlej qoftë për një orë, që të paktën deri nga ora 12 të jemi me ngrohje. Ja, realisht sot në orën 11 unë ndërpre ngrohje me kaldaj, sepse 40 litrë që i naftë është shargjuar, është ndezur kaldaja që është në orën 6:30 minuta. Në rrethin e Matit, në disa shkolla të njësive administrative Macukull dhe Xibër, nuk zhvillohet mësim për shkak të trashësisë së borës.